Bllokoi sërish procesi certifikimit të rezultatit të kutive në KZAZ numër 49 të njësisë 5 në Tiranë. Shkak për këtë është bërë gjetja e një flete të votimit në njërin nga kutit ku ishte votuar për Këshillin Bashkiak të Tiranës, në të cilën u gjet fleta që përkiste kandidati demokrat të Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha. Kjo ka ndodhur në kutinë e fundit. Pra megjithëse numërimi në tërësi ka përfunduar, ka mjaftuar kjo fletë që të nisin dhe përplasjet e para mes përfaqësuesve të dy kampeve kryesore politike. Sipas komisionerëve të mazhorancës, kjo votë duhet të quhet e kontestuar, ndërsa opozita ka pretenduar që fleta e gjetur të cilësohet e pavlefshme. Prej disa orësh KZAZ-ja numër 49 po diskuton për marrjen e një vendimi rreth kësaj vote. Nga ana tjetër, njësia numër 5, e cila shpalli fitues për mandatin e 4 kandidatin e Aleancës për të ardhmen Edi Rama, nuk mund të paraqesë tabelën e saj përfundimtare për rezultatet, çka mban peng dhe përfundimet paraprake për të cilat kreu i Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Arben Risani tha se do të dalin pas 2 ditëve. Përgjatë së dielës është diskutuar edhe për një ditë pushim për të rinisur të martën me numërimin e kutive për kryetar minibashkie, kërkesë e cila nuk është miratuar ende me vendim nga KZAZ-ja numër 49. Kodi zgjedhor përcakton që tabela e rezultateve përfundimtare për një KZAZ të caktuar hartohet dhe përmbyllet kur të përfundojë dhe numërimi i kutive për Këshillin Bashkiak. Vetëm kur të përfundojë tabela e kësaj KZAZ-je, do të mund të zhbllokohet procesi i certifikimit të rezultatit paraprak për Tiranën, si për kryetar bashkie ashtu dhe për Këshillin Bashkiak të kryeqytetit. Nga ana tjetër, zvarritja e këtij procesi bën që të bllokohet dhe numërimi për kryetar të njësisë bashkiake dhe Këshillin e minibashkisë.